Dhe jam I sigurt që si çdo projekt, edhe ky dokument, një projekt madhor I Bashkisë Tiranës, sigurisht që do të hajë debat. Ky nuk është një konkurs bukurie. Unë e kam kuptuar që në fillim që nuk ka nevojë që të gjithë të bien dakord për gjithçka. Ajo që ka nevojë të ndodhë është që të marrin vendime të drejta, të kemi një proces transparent. Ky nuk është plani I lejeve të ndërtimit. Ashtu si gabimisht të gjithë planet vendore në shumë bashki të Shqipërisë janë trajtuar si një instrument mbi të cilat ne do japim leje të ndërtimit për 10, 15 apo 20 investitorë që bërtasin më shumë, që kanë kontroll në media, që njohin politikanët, që janë në paradhomat e çdo pushtetari. Nuk është kjo. Unë besoj që jemi në momentin e dur që mos ta mbi analizojmë këtë problem, por të vendosim që Tirana do të ketë pyllin metropolitan më të madh në Shqipëri të bërë nga dora e njerëzit. Ky plan ofron një propozim drastik për 2 unaza të reja, që janë 2 unaza të dedikuara, quhen unaza e 2 dhe e 4. E 2-ta gjendet midis unazës vogël dhe unazës mesme, ajo që ne quajmë sot autobusi unazës, dhe e 4-ta është midis kësaj unazës mesme, ku siç njihet unaza klasike, dhe unazës madhe. Ideja e shtimit të këto 2 unazave është për ta rrethuar Tiranën me 2 unaza të gjelbërta, që janë të dedikuara ekskluzivisht për transport publik, për këmbësor dhe për përdoruesit e biçikletave. Brenda këtij mandati ne do të përfundojmë aksin e bulevardit 3, por nuk mjafton. Nuk mjafton. Nëse nuk konceptohet dhe nëse nuk qepet dhe nga ana e konceptit urbanistik me pjesë të tjera, siç është Parku I Besimit në Tiranë, siç është sheshi Skënderbej, projekti I 4 ka të bëjë me Tiranën policentrike. Dhe ne kemi propozuar një Tiranë e cila do të ketë 7 qendra. 7 qendrat janë qendra kryesore, që është le të themi qendra klasike e Tiranës, qendra tjetër të jetë zona e kombinatit, tjetra zona e kinostudios, zona e Laprakës, pjesa e bulevardit 3 e cila do të zhvillohet si një lagje e re e Tiranës, trekëndshi I zonës industriale të Shkozës me Farkën, zona e qytetit studentit Sauk Lundër, të cilat tashmë ka marrë fizionominë e një poli urban.